Unë me Kuqovën kurse ju me pushtetin. Kuqova është vend I pasur, zoti Mikele. Kuqova është lotari, zonjë. Diçka që nuk shihet me sy. Hajde, puna! Avanti, Benedetti! Rrethi Kuqovës ka një sipërfaqe prej 112 km² me popullsi prej 34.900 banorësh. Sapo hyn në Kuqovë, dallohet reparti ushtarak 3362, I cili mbante emrin reparti 23 Peza. Ai u krijua si formacioni I parë I madh luftarak I forcave ajrore për mbrojtjen e hapësirës ajrore të Republikës Shqipërisë. Kuqova dallohet për pasuritë e mëdha të naftës dhe gazit natyror që mban në toka e saj. Në vitin 1916, një inxhinier gjeolog, pjesëtar I një reparti ushtarak austriak, vuri re se uji I përojit që rrithe nga kodra e murit vinte me naftë. Që nga viti 1918 deri në vitin 1924, në Kuqovë erdhën shumë shoqëri kërkuese nafte si AIPA. Në vitin 1928, në vendin që sot quhet Dikatë, u shpua edhe naftë plus I parë në Shqipëri. Që nga ky moment Kuqova u hodh në artat gjeologjike të botës si vendburim nafte dhe më vonë edhe në artat politike e ushtarake. Zhvillimi më të madh Kuqova e ka njohur pas luftës së dytë botërore, sidomos në vitet 1975 deri në vitet 1990. Në vitin 1951, me vendim të veçantë të qeverisë shqiptare, në Kuqovë u krijuan 11 nënmarrje ekonomike, ndërsa në vitin 1970 rallitej ndër qendrat më të zhvilluara në shkallë vendi. Në këtë periudhë, në Kuqovë shtrin veprimtarinë e tyre 15 ndërmarrje, ku më të rëndësishme ishin uzina e përpunimit të naftës, uzina mekanike e naftës, shpim shfrytëzimi, ndërmarrja e nxjerrjes së naftës, teci, transporti, ndërtim montimi, laboratori shkencor I naftës, fabrika e plurave Larës, fabrika e tullave. Ndër të paktat në Shqipëri që prodhonin tulla me përqindje të lartë argjile. Shkolla e mesme politeknike, e cila ka arsimuar nxënës të ardhur nga gjitha rrethet, shumë prej të cilëve në ditët e sotme janë funksionar dhe pedagog të rëndësishëm dhe me emër në Universitetin e Gjeologji Miniera. Por si është Kuqova sot? Me një aviacion I cili dikur kishte për detyrë madhore mbrojtjen e vendit, e sot ka dalë jashtë funksionit. Kuqova sot duket si një arenë lufte ku çdo gjë është e shkatruar. Çdo ndërtesë që dikur gumzhinte nga punëtorët dhe makinerit, sot duket sikur kërkojnë ndihmën e tyre ato mure që me zor qëndrojnë në këmbë. Çdo gjë e ndërtuar për vite me radhë, me shumë munde për kushtim, u shkatrua brenda ditës. Pas viteve 90, nuk është më ky kapacitet prodhues në shumicën e ndërmarrjeve. Industria përpunuese naftës nuk funksionon më. Reduktimi I punëtorëve në uzinën mekanike e ka bërë atë të duket si një uzinë boshe. Shumica e banorëve të qytetit flasin me shumë nostalgji për madhështinë e qytetit të dikushëm plot vitalitet, por ndërkohë ecin të pashpresë për të ardhmen në qytetin e arit të zi. Shumë prej tyre u drejtojnë zyrave për një punë, por asgjë. Kuqova ka ndryshuar. Kjo pasuri burimesh natyrore që natyra I ka falur nuk është vetëm e Kuqovës, por e gjithë Shqipërisë. Ndaj duhet më shumë ndërhyrje që Kuqova të jetë ajo që ishte, të jetë ajo që meriton të jetë.